Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlind Manxhuka i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama në lidhje me reagimin e këtij të fundit ndaj partisë së tyre. Me anë të një postimi në Facebook, Manxhuka ka ngritur disa pyetje ndaj Ramës, të cilat kërkojnë përgjigje. Disa nga pyetjet që Manxhuka i ka drejtuar Ramës janë nëse e ka mbështetur themelimin e gjykatës speciale dhe në cilat organizata ndërkombëtare Rama ka ngritur shqetësimet e tij rreth padrejtësisë që po i bëhet Kosovës në Hag. Kryeministri Rama mund të përpiqet të nxirret me eskivashe të padenja e përshtypje personale ose mundet edhe të adresojë edhe përgjigje të shkurtë e saktë në pikat kryesore që përmban deklarata e lëvizjes vetëvendosje, shkruan Manxhuka. Më konkretisht ai mund të tregojë nëse ka ardhur apo jo me helikopter në Kosovë për të bindur deputetët e kuvendit që ta votojnë themelimin e gjykatës speciale. Pra, a e ka mbështetur dhe shtyr ai themelimin e speciales, cili ka qenë dhe vazhdon të jetë qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje rreth gjykatës speciale, e ka votuar dhe mbështetur apo e ka refuzuar dhe është përndjekur duke protestuar kundër themelimit të saj, në cilat raste dhe në cilat data, në cilat organizata ndërkombëtare ku Shqipëria është anëtare me të drejta të plota apo pjesëmarrëse në takime zyrtare, Edi Rama ka ngritur shqetësimet e tij rreth padrejtësisë që po i bëhet Kosovës në Hag. Kur i ka ngrit këto shqetësime në OKB, kur i ka ngrit në Këshillin e Evropës dhe kur në OSBE dhe kur në NATO. Të tjerat janë vetëm për konsum personal, e madje as për konsum të brendshëm politik, shpreh Manxhuka. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, e ka thumbuar kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama lidhur me protestën e thirrur për të mbajtur ditën e nesërme në Tiranë për lirimin e liderëve të UÇK-s, të cilën bëhen në paraburgimin e Hagës. Kurti shprehet se lëvizja vetëvendosje qëndron krah qytetarëve të cilët protestojnë dhe kërkojnë drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por thekson se ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Albin Kurti në postimin e bërë në faqen zyrtare të lëvizjes vetëvendosje thekson rolin e kryeministrit Edi Rama, duke shtuar se kreu i qeverisë shqiptare ka shkuar në Kosovë në një vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Ndaj shton Kurti, ai duhet të tregojë pendes lidhur me qëndrimet sipas tij të gabuara që kanë mbajtur në të kaluarën. Për ecjen tonë të sinqertë përpara, si shtet e si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshik kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj, shkruhet në postim, duke shtuar se para se të protestojnë këta aktorë dhe politikan, duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Lëvizja vetëvendosje nënvizon se qëndron në krah të gjithë qytetarëve që protestojnë e kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s në Tiranë. Qëndrimi ynë për gjykatën speciale mbetet i pandryshuar, thonë ata. Kujtojmë se gjykata speciale nuk erdhi vetvetiu, por nisi që në vitin 2008 nga një rezolutë e propozuar në Këshillin e Evropës nga kryesuesi i deputetëve të Federatës Ruse në Asamblen Parlamentare të KS, Konstantin Kosaçev, por që u miratua si rezolutë me propozim të senatorit Dick Marty në vitin 2011. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe e domosdoshme. Në anën tjetër, pretendimi i prokurorisë se brenda UÇK-s ka ekzistuar një grup kriminal është i pasakt dhe i padrejtë. UÇK-ja nuk ka qenë ndërmarrje kriminale dhe nuk ka pasur struktura të tilla. Përkundrazi, për krimet e luftës duhet të gjykohet Serbia. Ajo është shkaktarja e gjenocidit dhe krimeve masive e sistematike ndaj popullit të Kosovës. Mirëpo për ecjen tonë të sinqertë përpara si shtete si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshik kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikan duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Lëvizja vetëvendosje si atëherë më 2015 dhe si sot më 2025 është e palëkundur se drejtësia duhet të ndriçojë të vërtetën dhe e vërteta nuk ka se të jetë ndryshe, verse në anën e luftës dhe përpjekjes së pajepur të popullit të Kosovës për çliri me pavarësi sikur popujt e tjerë. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë, si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s dhe NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësinë dhe mundësinë që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare,
aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë. Po ashtu shtetet mike të Kosovës që tashmë gëzojnë antarësi në këto organizata, duhet të bëjnë shumë më tepër për ta mbrojtur të vërtetën e luftës sonë dhe për të çuar përpara drejtësinë, njëjtësisht duhet bërë më shumë në këto forume për njohjen e gjenocidit dhe gjykimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës që Serbia i ka kryer në Kosovë e në mbar Ballkanin, shkruan vetëvendosje. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një statusi të lëvizjes vetëvendosje, e cila e ka cilësuar kreun e qeverisë shqiptare si një prej mbështetësve dhe lobistëve kryesor për krijimin e gjykatës speciale në Hag. Rama shkruan se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë e kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve, kurdo e kudo ka qenë rasti, a nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim, por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa përqendrimet e para 10 viteve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës si protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër, e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, shkruan Edi Rama në rrjetet sociale.